Jemi sërish te këndi jon I vjetër. Më në fund, unë do dalë sot, kështu që do bëj një make-up. Më ndodhi një situatë jo e pakëndshme me një vajzë që kishte lënë 9 orare, edhe kishte një muaj I kishte lënë këto oraret, edhe u kujtua që ta anullonte në moment të fundit. Por gjithsesi, një ikën tjetra vjen, them unë. Vendosa një rregull që nuk do pranohen më rezervime oraresh të vajzave që janë grup nga I njëjti event apo rast pa dhënë një kapar. Unë nuk mund të bllokoj më një ditë të gjithë dhe të refuzoj vajzat të tjera, të cilat janë vërtet I interesuara për të lënë orar, duke u thënë që s'kam të lira. Këtë mënyrë duke lënë kaparin, si të vish ti, si të mos vish ti, prap unë nuk se dal me humbje. Po, duhet ta pësosh një herë që të mësosh. Se edhe justifikimet janë shumë të dobta. E kupton në momentin që ti mua më vin me një justifikim super bazik, ashtu I kam punët, prandaj edhe harrova të lajmëroja. Unë nuk dua t'ja di fare se I ke ti punën. Tu shikoj punën time, ti shikon të tuat. Mua më lajmëro më përpara, mos e li për ditën e fundit, sepse në momentin që ti ke një muaj që ke rezervuar dhe një ditë përpara ti më thua mua që unë nuk vi dot, s'është normale, sepse nuk është një orar. Me një orar, okej, zvi dot, po jo të gjithë. Pak weird, po nejse. Kalojmë pak në një temë tjetër tani. Çfarë mendoni për Mirin dhe Stelinën? Opinionet të sinqerta. Edhe unë do ma them se çfarë mendoj. Po shikoj që I gjithë fare fisi Stelinës, po del Stelinës, se më falni Stelinës, po del edhe po jep opinionin e vet mbi situatën të Selinës edhe Mirit. Tani, përpara se të them këtë gjë që do them, dua t'ju sqaroj që as nuk më intereson fare as për Selinën, as për Mirin, as nuk e di kush janë, as kush kanë qenë, dhe as nuk dua t'ja di kush janë apo kush do jenë. Ajo që unë dua të them është se po dalin, siç thash, gjithë farefisi I Stelinës me akuza për Mirin, jo po është ku di unë pervers se çka kishin thënë. Si thash, nuk më intereson fare as për Selinën as për Mirin, po tani më fal pak. Stelina është e rritur e ndërgjegjshme, me vullnet të plot I bën të gjitha veprimet e saj. Dhe Selinën nuk e ka marr askush me zor apo me dhunë dhe ti thoj ti do bësh kështu se kështu dua unë apo ti do bësh kështu se kështu duhet. Stelina do pa po bën atë që po bën. Dhe ndonjë vajzë naive nuk më duket. Stelina duket që është vajzë inteligjente dhe shkathët, kështu që bie prap poshtë dhe kjo teoria që mund ta ketë manipuluar ai se ai është më I madh. Jo, ai vërtet është më I madh se Selina. Por dhe Selina është e rritur mjaftueshëm që ti kuptoj se ç'a ndodh dhe ç'a nuk ndodh. Selinës I leverdis kjo situatë sepse di që përflitet kjo. Për mirë apo për keq, rëndësi ka kjo, rëndësi ka të përflitet, thot ajo. Selina dhe vet Greta po e këshillonte, po I thoshte për këtë marrëdhënien që ka me Mirin dhe ajo ju kthye keq. I tha që unë kam ardhur vetëm, do të dalë vetëm dhe le të përflitemi jashtë për I marr përgjegjësitë e mia vet. Kështu që Selina pak a shumë është e vetëdijshme se çfarë po ndodh me situatë. Pastaj kalojmë tek Miri. A është epist kjo që po bën Miri që po shfrytëzon një vajzë për lojën e vet? Patjetër. Po tek e fundit këtë lloj mënyre ka zgjedhur ai. Tani kush e ka rremin e haj, do tentoj një herë patjetër, për atë nga vajtur aty. Unë bazën e përfundova, do bëj një penel të thjesht, pak rimel, buzët dhe mbarova. Njëri sy up really quick. Diferenca që të jep lyerje syrit dhe syri tjetër. Vishem një herë, do sistemoj pak flokët, do lyj buzët dhe do iki. Unë për pak harrova fare ta mbyllja videon. Kjo është edhe situata, jam kthyer nga rruga që vetëm të mbyllja videon. Ika tani u budh.